Mirë se veni në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, tha në Prishtinë se i takon Kosovës dhe Serbisë që të vendosin për kompromise në dialog për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Sorensen zhvilloi takime të ndara me presidentën Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti dhe kryenegociatorin Besnik Bislimi. Presidenti Osmani është ankuar se draft statuti evropian për asociacionin rrezikon funksionalitetin e shtetit. Është vizita e tij e parë në Kosovë që nga marrja e mandatit si emisari i dialogut Kosovë-Serbi. Peter Sorensen u pret në takim nga presidentja Vjosa Osmani në një bashkëbisedim që zgjati rreth 40 minuta. Pas takimit, Sorensen nuk preferoi të flasë para gazetarëve, por ndërkohë për takimin njoftuan nga zyra e presidentes. Presidentja ka konfirmuar para emisarit të BE-s për kushtimin e Kosovës ndaj procesit të dialogut me Serbinë, duke theksuar rëndësinë e një zbatimi të plotë dhe të balancuar të marrëveshjeve të arritura. Por presidentja i ka paraqitur emisarit evropian edhe vrejtjet e saj për draft statutin e asociacionit të propozuar nga Bashkimi Evropian. Kosova është dëshmuar tashmë si pala konstruktive në dialog e angazhuar për paqe, demokraci e sundim të ligjit. Prandaj mbajtja e masave të padrejta të BE-s ndaj vendit tonë po i dëmtojnë jo vetëm qytetarët tanë, por edhe balansin e nevojshëm në dialog. Emisari i BE Sorensen takoi ndaras edhe kryeministrin Albin Kurti dhe kryenegociatorin Besnik Bislimi për të diskutuar me ta mbi përgatitjet për vazhdimin e dialogut në Bruksel. Pas takimit, Kurti nuk foli para gazetarëve. Kryeministri si shkoi takimi me Sorensenin? Qeveria njoftoi se kryeministri Kurti ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që t'i heqë me njëherë masat, siç i ka quajtur të padrejta dhe kufizuese ndaj Kosovës. Kurti ka theksuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes bazike dhe aneksit të Ohrit. Nënvizoi rrezikun që kryeterroristi Milan Radojqić bashkë me grupin e tij vazhdon të paraqesë rrezik për sigurinë e vendit dhe normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të procesit të dialogut, për sa kohë ai vazhdon të jetë i lirë në Serbi, përkundër pranimit të fajësisë para autoriteteve në Serbi dhe aktakuzës 160 faqeshe nga Prokuroria e Republikës së Kosovës. Andai përsëriti thirrjen që Radojqić dhe grupi i tij t'i dorëzohen Kosovës për gjykim. Në përfundim të takimeve, emisari Sorensen para gazetarëve bashkëbisedimet me krerët e shtetit, i cilësoi si një fillim i mbarë për procesin e dialogut në Bruksel. Kam bashkëbisedues këtu në Prishtinë, por gjithashtu duhet të shkoj edhe në Beograd. Dhe pasi të kem zhvilluar këto biseda, mund të ulem dhe të vlerësoj se ku ndodhemi. Por është shumë e qartë që procesi i dialogut ka sjellë disa zhvillime të rëndësishme dhe ne duhet të ndërtojmë mbi to. I pyetur nga Radio Televizioni 21, Sorensen nuk u lëshua në detaje për të komentuar nëse Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë kompromise në kuadër të dialogut në Bruksel. Dialogu ka të bëjë me sigurimin që palët të takohen. Nëse kjo do të thot kompromis apo jo, këtë e përcaktojnë palët, por dialogu ka këtë qëllim. Dhe kjo është ajo që kemi bërë që nga viti 2011. Emisari i Bashkimit Evropian Peter Sorensen, duke komentuar vendimin e qeverisë për mbylljen e qendrave serbe për punë sociale në veritë e vendit, tha se qytetarët në këtë pjesë duhet të marrin shërbimet e tyre në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne duhet të punojmë dhe të sigurohemi që njerëzit të marrin shërbimet në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe kjo është ajo që do të përpiqemi të bëjmë. Emisari për dialogun Kosovë-Serbi gjatë qëndrimit në Kosovë pritet të ketë një takim me përfaqësuesit e komunitetit serb. Pas takimeve me presidentën Osmani dhe kryeministrin Kurti, emisari për dialogun Sorensen është pritur në takime edhe nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumer Abdigjiku. Takimi është zhvilluar me dyert të mbyllura pa praninë e mediave, derisa në takim kanë marrë pjesë anëtarë të strukturës LDK-s. Përfaqësuesi special i BE-s për dialogun Peter Sorensen është pritur në takim edhe nga kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Prita sot përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Peter Sorensen. Në takim çmova rolin e tij dhe të BE-s dhe po ashtu theksova rëndësinë e partneritetit BE-SHBA për sukseset në Kosovë dhe regjion, ka thënë Haradinaj pas takimit. Vazhdojmë me zhvillimet të tjera. E pakënaqur me rezultatin zgjedhor në orën e fundit të afatit të lidhshëm, lëvizja vetëvendosje ka quar 3 ankesa në PZAP.
Blerim Sallahu dhe Alim Rama thanë se kanë dërguar 20 faqe ankesë me, siç pretendojnë, prova të manipulimeve të votave nga Lidhja Demokratike e Kosovës, anulimi 18.000 votave me post të LDK-s, shpallja e rivotimit me post në diaspor dhe eliminimi nga lista i Hysen Çekajt janë 3 kërkesat e vetëvendosjes që u dorëzuan në PZAP. Lëvizja vetëvendosje e cila në zgjedhjet rënd shkurtit sipas rezultateve përfundimtare të shpallura nga KQZ kishin fituar 42.3% të votave, nuk po e pranon këtë rezultat. Ata janë ankuar sërish në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Si përfaqësues i kësaj ankese në konferencë për media nga vetëvendosje doli zëvendës ministri Blerim Sallahu, i cili tha se ankesa e tyre shkon për votat me post e sidomos në dyshimet e tyre për votat e LDK-s. Sot bashkë me sekretarin organizativ Lëvizje Vendosje, dorëzuam ankesë kundër vendimit të KQZ-s për shpalljen e rezultateve përfundimtare, me pretendimet tona lidhur me votimin me post për shkak manipulimeve dhe keqpërdorimeve të shumta të anëtarëve të LDK-s dhe njerëz të angazhuar LDK-s lidhur me votimin me post, që këto votime kanë pas një adresë të vetme, adresa ka qenë LDK dhe kësaj votimi ka ndodhur në formë të manipuluar, në formë të organizuar, masivisht dhe kolektivisht nga persona të njëjtë, me kimik të njëjtë, me ngjyrë të njëjtë dhe me duar të njëjta. Vetëvendosje i kërkon PZAP-s që, siç thuhet, të eliminohet kjo padrejtësi me votat e diasporës me post. Ne kemi kërku pra nga PZAP fillimisht të anulohen 18.933 vota të LDK-s të kontaminuara, të ardhura pra në formë manipuluar. Në 2, kemi kërkuar po ashtu rivotim të sërishëm të votimit me post dhe në 3, kemi kërkuar që kandidatë që kanë marrë vot pakrahasimisht më shumë me post sesa në vendvotimin në Kosovë të largohen nga lista dhe të njëjtit të mos zaventësohen me anëtarë të tjerë të LDK. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër Bedri Hamza është takuar të dielën me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Kështu kanë thënë burime nga këto 2 parti politike. Ky konsiderohet të jetë takimi i parë mes Hamzës dhe Abdigjikut pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. PDK-ja me Hamzën si kandidat për kryeministër ka dalë e 2ta në zgjedhjet e 9 shkurtit, kurse LDK-ja e 3ta. Me njëherë pas zgjedhjeve, Hamza është shprehur i hapur për takime me liderët e partive opozitare, duke treguar gatishmërinë në rast se i vjen radha si i dyti të formojë qeverinë, mirë po jo në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Në anën tjetër, LDK ka thënë se nuk e negocion postin e kryeministrit. Fenomeni i fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta vazhdon të shfaqet në proceset zgjedhore në vendin tonë. Edhe në zgjedhjet e 9 shkurtit u regjistruan fletvotime të tilla dhe sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bëhet fjalë për më shumë se 27.000 sosh. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka treguar se nga numri i përgjithshëm i votuesve që votuan në vendvotimet e rregullta, vendvotimet me kusht dhe në votimin jashtë Kosovës, 2.83% e fletvotimeve ishin të pavlefshme apo të zbrasta. Sipas të dhënave të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me shpalljen e rezultateve përfundimtare, nga 966.283 votues që votuan në vendvotime të rregullta me kusht apo në votimin jashtë Kosovës, u regjistruan 27.433 fletvotime të pavlefshme dhe të zbrasta. Pra, në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, të cilat u mbajtën më 9 shkurt të vitit të 2025, 2.83% e fletvotimeve janë të pavlefshme dhe të zbrasta. Nëse këto të dhëna krahasohen me ato të proceseve të kaluara zgjedhore për Kuvendin e Kosovës nga viti 2007 deri në vitin 2021, pra në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor me lista të hapura, mund të themi se kjo mbetet përqindja më e ulët e fletvotimeve të pavlefshme dhe të zbrasta. Vetëm në 2 procese zgjedhore për Kuvendin e Kosovës të vitit 2001 dhe 2004, në të cilat është aplikuar sistemi zgjedhor
me listat të mbyllura, pra kuvëtuesit kanë përzgjedhur vetëm subjektin politik, por jo edhe kandidatët për deputet, është shënuar përqindja më ulët e fletvotimeve të tilla dhe kjo ka qenë nën 2%. Një grabitje armatosur ka ndodhur sot në Veternik, ku si pasojë kanë mbetur të plagosur 2 persona. Në QKUK thonë se të plagosurit janë në gjendje të rëndë. Cak i grabitjes ka qenë një furgon transportues i parave. Hetuesit policor në koordinim me prokurorin kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarve, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. Një grabitje armatosur ka ndodhur sot në lagjën Veternik të Prishtinës, pranë qendrës tregtare Albimall, dhe cak i grabitjes së armatosur ishte furgoni që transportonte para. Ngjarja ka përfshirë edhe të shtëna me armë, ku përveç pjesëtarit të kompanisë Stambol, Yzel Güvenlik, i cili mbeti i plagosur në ballafaqim me grabitësit e armatosur, është plagosur edhe njëri nga grabitësit, i cili është nga Leposaviqi. Është sjell një i plagosur me armë zjarri në qendrën emergjente. Është duke u trajtuar tani. Janë duke u kryer ekzaminime të nevojshme dhe pritet të intervenohet në sallën e operimit në qendrën emergjente nga ekipet e anestezionit dhe kirurgjisë. Gjendja e pacientit është shumë e rëndë. Gjendja e pacientit të dytë është po ashtu shumë e rëndë. Për momentin është në sallë të operacionit. Rastin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, ku sipas zëdhënëses për rajonin e Prishtinës, Flora Ameti dyshohet që rasti të ketë ndodhur gjatë një grabitje të armatosur ndaj një grupi punonjësish që po transportonin para. Sot rreth orës 10:30 kemi pranuar informatën për të shtëna me armë në lagjen Veternik në Prishtinë, ku është plagosur një person. Bazuar në të dhënat e deritanishme, rasti dyshohet se ka ndodhur gjatë një grabitje të armatosur ndaj pjesëtarëve që po siguronin një furgon që po transportonte para. Të dyshuarit me të u larguar nga Albimall në drejtim të Hajvalis dogjën automjetin pick-up me targat e Gjermanisë, ku edhe gjeti policia në rrugën Pal Malushi në Hajvali. Dyshohet se nga aty grabitësit kanë shkuar në drejtim të Gjilanit. Hetuesit policor janë duke ndërmarrë masa për të identifikuar dhe arrestuar të dyshuarit, ndërkohë që janë duke hetuar këtë grabitje për të zbardhur plotësisht rrethanat e saj. Gjykata themelore në Ferizaj ka njoftuar se ka dënuar me gjithsej 27 vjet burgim dhe 5.000 euro gjop 4 të dyshuar për grabitje në Ferizaj. Trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtari Habib Zeqiri, të pandehurit GS, i shqiptoi dënim unik burgim në kozgjatje prej 10 vjet, si dhe 3.000 euro gjop. Të pandehurit SHR i shqiptoi 8 vjet dënim me burg, 1.000 euro gjop. Të pandehurit MB i shqiptoi 6 vjet burgim dhe 500 euro gjop. Të pandehurit me inicialet FG i shqiptoi 3 vjet burgim si dhe 500 euro gjop, thuhet në njoftim. Kundër këtij aktgjykimi, palët thuhet se kanë të drejtë ankesen në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Në seancën e shqyrtimit fillestar të akuzuarit për spionazh për Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit, Bedri Shabani dhe Muharrem Qerimi janë deklaruar të pafajshëm për veprën penale spionazh, ndërsa i akuzuari Muharrem Qerimi pranoi fajsin për veprën penale armëmbajtje pa leje. Me që përsëri brenda muajit u sollën duar lidhur në gjykatorën e gjykatës themelore në Prishtinë, Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, të akuzuar për spionazh në Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit, radha ju erdhi të deklarohen rreth fajsisë, por që të dy mohuan të kenë kryer këtë vepër penale, përderisa Qerimi pranoi fajsin për veprën penale armëmbajtje pa leje. Plotësisht jam i pafajshëm. Mirë, shkruaj. Plotësisht e konsideroj veten pafajshëm. E pranoj fajsinë, nuk e pranoj. Nuk e pranoj fajsinë për veprën penale dhe spionazh. Nuk e pranoj fajsinë për veprën penale dhe spionazh. E pranoj fajsinë. Dërsa për veprën penale, armëmbajtjes pa leje, armëmbajtjes për mos i kontroll. E pranoj fajsinë. Pranimin e kësaj fajsie, prokurorja e rastit Fikrije Fezullahu kërkoi nga trupi gjykues që ta miratojë. Ky pranim duhet të pranohet dhe propozon gjykatës që të merr akt vendim për pranimin e fajsisë, me që ky pranim fajsie është në përputhje me dispozitat
procedurale, filluar nga fakti që nga fillimi ka pasur mbrojtje dhe ka pasur mundësi që mjaftueshëm të konsultohet me të. Pranimi i fajsisë u miratua nga kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Rahman Beqiri, i cili nxori akt vendim që shpallja e akt gjykimit për armbajtje pa leje të shtyhet deri në përfundim të çështjes penale. Vajtiminin 242 paragrafi 8, në paragrafi 8 pikni, nxjerr këtë akt vendim. Shtyhet shpallja e gjykimit për të akuzuar marrjen e qërimit, për veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim pa autorizuar të armë, deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në këtë çështje penale. Seanca e kaluar e shqyrtimit fillestar në këtë rast gjyqësor ishte ndërprerë me kërkesë të akuzuarit Bedri Shabani, i cili kërkoi afat shtesë për lexim të aktakuzës. Prokuroria Speciale e Kosovës më 19 shkurt të këtij viti kishte ngritur aktakuzë ndaj Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, të cilët i ngarkon se kanë mbledhur dhe dërguar informacione e dokumente tek Agjencia Serbe e Sigurisë dhe Informacionit, lidhur me ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e prorët e pjesëtarët e saj, Policinë, Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, Inspektoratin Policor të Kosovës. Kthehemi në studio me kronikat të tjera. Familja e ish presidentit Thaçi hapi dyert për ngushëllime për vdekjen e babait Haxhi Thaçit. Në buroj të Skenderajt shkuan për ngushëllime politikan, veteran të luftës e qytetar të shumt, të cilët e kujtuan Haxhi Thaçin si njeri me vlera të larta, ndërsa u shprehen të mërzitur për mungesën e ish presidentit Thaçi në rastin e vdekjes së babait të tij. Në buroj të Skenderajt, familja Thaçi hapi derën për ngushëllime për vdekjen e Haxhi Thaçit, qysh në orët e para të mëngjesit. Politikan e bashkëpunëtor të shumtë të ngushëlluan familjen e ish presidentit Hashim Thaçi për vdekjen e babait të tij. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha se Haxhi Thaçi ka udhëhequr jo vetëm familjen e tij, por ka kontribuar edhe në edukimin e brezave. Do ta kujtojmë gjithmonë për vlerat e jashtëzakonshme që i ka pas, ka qenë një njeri që vërtet unë i them ma shumë se sa vetëm një prind i njeriu që ka udhëhequr edhe procesin e çlirimit dhe pavarësimit vendit, po një karakter epik, ashtu siç i kemi mësuar edhe në kaluarën edhe në traditën tonë, ata shqiptarët e mirë të vërtet që kanë ditë me eduku jo vetëm familjet e tyre, por gjithë brezat. Ndërkaq, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, theksin e vuri tek mungesa e ish presidentit Hashim Thaçi. Takimi i mramë dhe biseda e mramë që kam pas me babën, me Baçin Haxhi, me thonë të dhimbja po rritet, pra na jem shqiptar, na vjen keq kur familjet tona kalojnë në përdhimbje, kuptohet edhe kryendojnë të padrejtësi, si rasti i presidentit që shashtu me familjen. Ish nën kryetari i OVL UÇK-s, Nasim Haradinaj, u shpreh se përveç dhimbjes për të ndjerin, familjarët mbi supe po mbajnë edhe mos prezencën e ish presidentit Hashim Thaçi. Vetë fakti që ka një djalë, i dha një djalë Kosovës, i cili kalojnë për gjitha proceset dhe të gjitha i krahamener, unë mendoj që është një vepër që edhe nga ana fetare thuhet që jeton dhe që cilët ati i bën lavdi dhe është e përjetshme. Prandaj dhimbja është si dhimbje edhe qoftë edhe si prindë e madhe, është si dhimbje edhe për shokët, sepse prindi një shokut është dhimbje edhe për shokët, por këtë dhimbje shton sot vetë pozita e zotit Hashim Thaçi ku gjendet sot dhe djemve tjerë që janë atje. Njëri nga akusherinjet e familjes Thaçi, Milazim Thaçi, rrëfeu kujtimet me të ndjerin. Bashkë që shjojnë Ardhmërinë a plak. Ajo ko njeri i urtë, njeri punëtor, në luftës, e kujtoj si shumë u konë i fort edhe në do ke gajret bajage, heq më së mërzitën se ka Kosova, ka më shliru, likës të vallohi, u mërzit ka fort, haje në ajë në una vete. Ajë theke, o Hashimi theke, kish më orë.
ma du me prita, dhe më për që se priti. Ngushëllime për familjen Thaçi kanë shprehur edhe krerët e shtetit, presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti, si dhe kryeparlamentari Glau Konjufca. Ceremonia e varrimit të Haxhi Thaçit do të bëhet nesër në fshatin Buroj të Skenderajt, por ende nuk dihet nëse gjykata speciale do t'i jap leje ish-presidentit Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Avokatët shpresojnë që në mos për varrim Thaçi të lirohet të paktën për ceremoninë e të pamës. Ceremonia e varrimit u caktua, por e pasigurt vazhdon të mbetet prezenca e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, në lamtumirën e fundit me babain e tij Haxhi Thaçi. Disa kërkesa morën dritën e gjelbër nga gjykata speciale e të tjera u kthyen mbrapsht, por kjo e fundit ende është në adresën e kësaj gjykate. Korniza ligjore e dhomave të specializuara të Kosovës u mundson personave të paraburgosur që të bëjnë kërkesa gjyqtarëve kompetent për arsye detyruese humanitare. Gjyqtarët do të vendosin për kërkesa të tilla. Ditë më parë, ish-presidenti Thaçi takoi për të fundën herë pas shumë kërkesave prindin e tij në QKUK, atu ku ai po merrte trajtim për një periudhë të gjatë. Por avokati Ardian Bajraktari shpreson për mundësinë e daljes së Thaçit nga qelia për të marrë pjesë edhe në ceremoninë e varrimit. Natyrisht referohen dispozitave të ligjit për dhomet e specializuar dhe mbi gjeta rregullore së procedurës dhe të provave me theks veçantë rregullës 56 paragrafi 3 sipas të cilit për shkaqe të arsyeshme humanitare mund të lejohet një vizitë nga ana e dhomave të specializuara. Prandaj vlerësoj që në kontekstin e rrethonave konkrete, pjesëmarrja në ceremonitë e varrimit natyrisht gjithmonë që hyn në domenin e rrethonave të arsyeshme dhe bindje humanitare për çka do të mund të lejojë një vizitë e tillë, edhe unë besoj dhe shpresoj që gjykata speciale do të reflektojë në raport me një kërkesë të tillë dhe rrjedhëmisht i mundsohet pjesëmarrja në ceremonitë e varrimit të babait të ndier ish-presidentit Thaçi. Në mes të pasigurisë kur vendimi i gjykatës speciale mund të përcaktojë shumë çka, Amer Alia nga Fondi për të Drejtën Humanitare vlerëson se nëse nuk i lejohet Hashim Thaçit të marrë pjesë as në ceremoninë e varrimit e as në të pame, kemi të bëjmë me shkelje të drejtave të njeriut. Po në rast se nuk i lejon, sigurisht që ka shkelje të drejtave të njeriut, por besoj që në rast se nuk e lejon sot, do ta lejon një ose dy ditë me njëherë pas, ashtu siç e ka patur praktikën në rastet e kaluara. Besoj që gjykata duhet ta vlerëson kërkesën me profesionalizëm dhe të merr një vendim pozitiv. Haxhi Thaçi vdiq dje në moshën 83 vjeç dhe pritet të varroset nesër në orën 15 në varrezat e reja të fshatit Buroj Skenderaj. Vazhdojmë me të tjera zhvillime. Ota ekonomike e Kosovës ka kërkuar që të shtyhet kërkesa e zyrës së rregullatorit për energji që konsumatorët me një qarkullim mbi 10 milion euro të dalin në treg të hapur energjetik. Kjo odë po kërkon që një gjë e tillë të shtyhet të paktën për një vit në mënyrë që bizneset të marrin kohën e nevojshme dhe të mos dëmtohen. Duke filluar nga 1 qershori, bizneseve të mëdha në Kosovë u është kërkuar që t'i zgjedhin vetë furnizuesit e tyre me energji elektrike. Zyra e rregullatorit për energji ka deklaruar se një vendim i tillë mund t'ju sjellë bizneseve të lashe, por është më se i nevojshëm. Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha se nga ky vendim do të preken rreth 1300 biznese. Rafuna druan se vendimi i ZRE-s do të shkaktojë çrregullim ekonomik. Ku do të ketë efekt zinxhiror të prodhuesi, do të arrit kostën e prodhimit ose kostën e produktit, i cili më pas kostot do t'i bartet konsumatorit dhe produkti jonë brenda tregut të Kosovës nuk do t'jetë konkurrent me produktin e importuar siç ka qenë deri më tani, por do t'jetë më i shtrenjtë se sa produkti importuar. Dhe mos të folum kështu që edhe në tregun e huaj do ta humbë mundësinë që të jetë prezent për arsye se janë kontrata të lidhura shumë herët me çmime të caktuara dhe në moment që ngritet çmimi ekziston friga dhe ekziston paralajmërimi që nuk do të blehet më në tregun e huaj produkti i Kosovës. Rafuna tha se me kërkesë të gjitha bizneseve duhet të shikohet mundësia që një vendim i tillë të shtyhet për të paktën një vit.
Rafuna ngriti shqetësimet se një vendim i tillë prek direkt bizneset prodhuese në Kosovë, duke përmendur edhe mos përmirësimin e ambientit të bërit biznes. Qoftë është më shtret, dhe na del më shtret se sa i rajonit, atëherë do ta kemi vështirë që përveç sfidave tjera, edhe me këtë sfidë sillim investitorë të huaj. Nuk jemi kundër vendimit, nuk jemi për mos me dalë në tregun e hapur, por nuk është momenti se ka qenë periudha shumë e shkurtë. Nuk ka pas një dialog publiko-privat një kohë më të madhe ose një kohë më të gjatë, në mënyrë që biznesi mu përgatit. Dhe kërkesa tjetër që vjen për partitë politike nga oda ekonomike e Kosovës, është që sa ma shpejt që është e mundur t'i kemi të konstitura institucionet e vendit, t'i kemi të themelura institucionet e vendit si qeverin, si kuvendin e Kosovës, në mënyrë që ne t'kemi mundësi ku më ju adresu. Ka mirë kuptim sa i përket sidomos sektorit prodhues, mirë po arsyetimi i zyrës është që ata janë vetëm organ regulativ dhe ashtu janë, kushti për 50 punëtorë është kusht ligjor. Mirë po zyrëja është përkrahase e biznesit që me gjetë prap me institucionet, këtë rast me qeverin, po edhe me komisionin që është për ekonomi brenda kuvendit dhe energji, brenda kuvendit të Republikës Kosovës, që me gjetë mundësin në rastin që të arsyeshëm që me shty vendimin për një periudhë caktuar si fazë tranzitore që më dhon mundësinë biznesit më përgatit. Duke filluar nga 1 qershori, bizneset e mëdha në Kosovë kërkohet i zgjidhin vetë furnizuesit e tyre me energji elektrike, derisa ZRE ka pranuar se kjo ankesë sjell shqetësime tek bizneset, ka theksuar nevojën për një proces të kujdesshëm dhe mbështetje gjatë këtij tranzicioni. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se rritja e mundshme e çmimit të energjisë prej 15% do t'i detyrojë edhe rritjen e çmimit të produkteve në treg, ndërkohë qytetarët ankohen për çmime të papërballueshme. Paralajmërimet se energjia elektrike do të shtrenjtohet edhe për 15% të tjera kanë ngjallur pakënaqësi ndërshtetare. Një numër syresh thonë se faturat aktuale edhe pa rritjen prej 15% janë të papërballueshme. Me ju të thonë të drejtën, bollë shtrejt është edhe në shtrejtofshin ma mirë me lëshu këtë bërë. Me na lecu neve qytetarëve, nuk shon me subvencionime, nuk shon të ble energji, të fletë që mërë. Kjo katastrofë. Ka me adhon, benzije s'ka, rrugat, liga, s'kem, ka i adhon, nuk po me rritu duke më qumë protesta krejtë, më shpejlon, më shpe livrit krejtë. Një ndër arsyet e KEC-it ka numëruar si kërkesë për rritjen e çmimit të energjisë është rritja e pagës minimale në 350 euro. Por njohës të çështjeve të ekonomisë e shohin si të pabazë arsyetimin, pasi sipas tyre për të pranuar kjo arsye, i bie që një numër i madh i punonjësve në KEC kanë punuar nën pagën minimale. Por pavarësisht kësaj, KEC dhe KESCO vetëm zbatojnë vendimet e ZRE-s. Ndërkohë, për të kundërshtuar rritjen prej 15%, zyra e rregullatorit për energji elektrike ka lënë afat ankese deri më 28 mars. Në këtë kuadër, ZRE fton ndërmarrjet e rregulluara, konsumatorët dhe të gjitha palët e tjera të interesuara që të shqyrtojnë të dhënat dhe pikpamjet e përfshira në raportin konsulativ dhe të paraqesin komentet dhe sugjerimet e tyre. Komentet mund të dërgohen deri me datën 28 mars 2025. Në anën tjetër, përfaqësues biznesësh vlerësojnë se me shtrejtimin e energjisë elektrike do të shtrenjtohet edhe më shumë jeta e qytetarëve në Kosovë. Kryetari i Aleancës së Bizneseve Agim Shahini thotë se nëse qeveria vendos marzhën e fitimit për naftën, pse të mos vendos edhe për energji elektrike. Në këtë rast, bizneset bashkarisht me qytetarët në forma të veta duhet të protestojnë për ngritjen e këtij çmimi. Ta marrim shembull, është e padrejtë që qeveria ta kufizon shitjen e derivateve të naftës me shumicë për 2 cent, kurse e lejon rritjen e energjisë elektrike për 15%. Edhe nafta është energji. Këtu nuk është qeveria e barabartë me operatorët ekonomik, vetëm pse operatorët ekonomik të derivateve të naftës janë vendor, kurse operatorët ekonomik të energjisë dhe distribuimit të elektrik janë ndërkombëtar. Me shtrenjtim apo jo të energjisë elektrike, Agjencia e Statistikave flet për shtrenjtim të vazhdueshëm të çmimit të produkteve.
Si pas matjeve të fundit të kësaj agjencie, çmimi i produktit të konsumit për muajin shkurt është rritur në një mesatare prej 1.7%, krahasuar me shkurtin e vitit 2024, ndërkohë shtrenjtimi i çmimeve të produktit vërehet edhe nga muaji në muaj. Vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni pas tragjedisë në Koçan. Pacientët e lënduar nga zjarri janë në gjendje përgjithsisht stabile, por 20 prej tyre janë në gjendje kritike dhe mund të kenë komplikime. Kështu ka bërë të ditur Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Arben Taravari. Ai ka bërë thirrje personave të lënduar që ende nuk kanë kërkuar ndihmë mjekësore të konsultohen me mjekët. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari njoftoi se pacientët e lënduar nga zjarri në Koçan janë në gjendje përjetësisht stabile, ndërsa 20 pacientë janë në gjendje kritike dhe mund të kenë komplikime. Ai shtoi se në ditët në vijim pritet të ketë pacientë të rinj që të paraqiten për trajtim mjekësor, pasi siç theksoi, disa fare nuk kishin kërkuar ndihmë mjekësore. Thirrje për të gjithë ata të cilët kanë qenë në rastin tragjik dhe nuk janë lajmëruar. I lutim që nëse kanë dhe nëse nuk kanë simptoma, të konsultohen me mjekët, së paku me mjekët amë dhe më pas të jemi njoftuar. Numri i deritanishëm i pacientëve gjithsej është 135. Ministri Taravari njoftoi se 84 pacientë janë duke u trajtuar në klinikat e Shkupit, 51 pacientë të tjerë janë duke u trajtuar jashtë vendit. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e ndryshuam, jetë të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shkupit i marrëm këtu, pasi 51 pacientë tashmë janë jashtë vendit. Unë kisha dashur edhe një herë të tregoj se në Turqi janë 9 pacientë, në Bullgari 14, në Greqi 5, në Serbi 17, në Hungari 2 dhe në Rumani 4. Sa shpresoj që shkon Sa shpresoj që shkon edhe një fluks i pacientëve, në Sloveni 4, në Kroati 4, në Austri 6 dhe në Beograd, edhe 12 pacientë. Drejtori i Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski theksoi se sistemi shëndetësor i Maqedonisë me sukses e ka përfunduar fazën e parë të përkujdesjes ndaj të lënduarve. Patjetër duhet të tregojmë se faza e parë e kujdesit të pacientëve ka mbaruar, të gjithë janë pranuar, asnjë nuk është lënë pas dore. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari bëri të ditur se tashmë 15 mjek nga vendet e ndryshme të botës kanë arritur në Maqedoninë e Veriut. Për tragedinë në Koçan, kryeministri Mickovski tha se nuk do i shpëtoj askush përgjegjësisë kushdo qoftë edhe nga pushteti i kaluar ekzekutiv. Ai thotë se BDI po manipulon me kartën etnike, kurse nënkryetari i kësaj partie tha se llogaridhënie duhet të jep edhe pushteti lokal për tragjedinë. Vetëm 12 licenca janë dhënë për objektet e eventeve që operojnë si diskoteka dhe kabare në vend, por në praktik janë qindra të tilla në gjithë vendin. Kryeministri Mickovski tha se do t'i mbyllë të gjitha ato që janë të jashtëligjshme, që sipas tij janë hapur në periudhën kur në pushtet ishin LSDM dhe BDI. Ai tha se do të marrë të gjithë përgjegjësinë vetëm pasi të asgjësoj edhe korrupsionin në administratën shtetërore. Dhe im odgovorëm në një shto pravat pol në këni pres konferenci. Të ju përgjigjëm atyre që mbajnë pres konferenca në mesnat. Këtu nuk ka politik. Do të përgjigjeni të gjithë ju të cilët keni guxuar që në këtë mënyrë të udhëhiqni politika në kurriz të qytetarëve dhe jetëve që këta fëmijë humbën. Nuk do të kemi mëshirë, nga shtëpit do t'i nxjerrim përveshi, nëse mendojnë se do t'luajnë në kartën etnike dhe politike që mbrëmu përpoqen përmes konferencave të mesnatës. Të gjithë nga shtëpit do t'i tërheqin përveshi. Ai ju referua nën kryetarit të BDI Sarber Ademi, i cili në orët e vona mbrëm para stacionit policor tha se pushteti po përpiqet t'i hedhë fajin strukturave të mëparshme të integristëve, derisa merri në pyetje ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Ky i fundit po mbahet në paraburgim të shkurtër për 48 orë. Ademi mbajti konferencë për media edhe sot, ku tha se askush nuk duhet ta shfrytëzojë këtë tragjedi për përfitime politike. Mendojmë se nuk është koha për politikë, po flasim për llogaridhënie. Ne sot kemi nxjerrë në pa fakte dhe kemi përcaktuar saktësisht se kujt është kjo përgjegjësi. Askush nuk duhet ta shfrytëzojë këtë tragjedi për përfitime politike apo të manipulojë me emocionet e qytetarëve për të liruar dikë nga përgjegjësia. Në Koçan, si komunë me 31.602 banor
dhe vetëm 2 vende që operojnë si një klub nate apo kabare, Papazov dhe autoritetet e komunës e dinin dhe ishin të detyruar të dinin se kompania MMM Cafe Doyle Koçani nuk kishte licencë dhe nuk I plotësonte kushtet. Ndërkaq pas marrjes në pyetje të organeve hetuese, dorëheqje dha kryetari I komunës së Koçanit Lupço Papazov, I cili është nga radhat e VMRO DPMN-s. Por kreu I kësaj partie Miskovski tha se pushteti lokal nuk ka faj përveç çështjeve të imta të lëshimeve të inspektorateve komunale. Ai tha se fajin kryesore kanë autoritetet qendrore që kanë dhënë licenca të falsifikuara për ato objekte në periudhën 2022-2023, kur ministri I ekonomisë ishte Kreshnik Bekteshi. Kryeministri tha se nuk do të tolerohet askush dhe të gjithë do të japin përgjegjësi për këtë vrasje masive siç e cilësoi ai sot. Me pamfleta në duar, përderisa njerëzit mundohen sistemi knaqët, të rinjt nga Koçani dolën në sheshin e qytetit që të japin nderimin e fundit për meqt dhe të afërmit që humbën jetën në zjarrin katastrofal në diskotek. Në qendrën e qytetit janë ndezur qirin dhe lule në nderim të viktimave, ndërkohë protestuesit në Koçan demoluan lokalin e pronarit të diskotekës Puls ku ndodhi tragjedia. Qytetarët e Koçanit u mblodhen që të japin nderimin e fundit për humbjen e më të afërmve. Ma morën grabitësit për parate, Zoti marof të gjithë ata. Në qendër të qytetit u vendosën lule, ndërsa ngushëllime shpreheshin edhe përmes së librit të Zis. Më të rinjt mbanin slogane me shkresën përderisa njerëzit mundohen, sistemi kënaqet. Megjithatë, më të shqetësuar ishin adoleshentët që kanë humbur shok klase apo miq. Të gjithë jemi shumë të tronditur, edhe unë jam shumë e tronditur. Gati të gjithë që kanë ndruar jetë, I një. Nuk di çfarë të them. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tani. Zoti më ka parë për shkak se gati çdo fundjavë jam në diskotekë dhe pikërisht atë natë shoqëria ime me të cilën çdo herë shkojmë në disko. Pikërisht atë natë nuk shkuam. Çfarë të them? Ndërsa më të moshuarit nuk kanë dëgjuar par tragjedi të tillë. Unë jam lindur këtu, jetoj këtu, I kam fëmijë të ardh, edhe unë kam besë, por ka shkuar në Shkup, nuk ishte këtu. Nëse ishte këtu do të përfundonte edhe ajo, ata të mallkuar. Mes të pranishmave ishin edhe profesorët nga shkolla e mesme komunale, të cilët pas ngjarjes së tmerrshme do të kenë më pak nxënës në klasa. Asnjëherë nuk ka ndodhur një tragjedi e tillë. Për fat të keq tani po ballafaqohemi me gjendjen më të dhimbshme në Koçan. Ka shumë fëmijë që I njohim, nxënës tan, shok të fëmijëve tan, fëmijë e tjerë. Tani për tani nuk ka shumë viktima, por ka shumë të lënduar. Kemi drejtime, brëm erdhi ministria, na dha drejtime për tërë javën. Një pjesë e banorëve të Koçanit para kamerës na thanë se si të afërmit e tyre e kanë kaluar natën e tmerrshme. Një nga fëmijët ende lutet për shëndetin e të birit të tij, ndërsa një fëmijë tjetër për mbesën e tij. Ishin afër derës, tha na futën dhe filluan të na shkelnin. Pas një kohe dikush më ngriti dhe dola prej atje. Kisha shumë fat dhe shumë fëmijë të tjerë e tregojnë këtë, ata që janë të mahallës sonë, se nuk ka pasur dalje pe kësaj. Ka filluar të spërkas dhe njëri nga këngëtarët bërtiste dilnin, filluan të daljen, dërsa mbesa ime ishte mes të parave dhe ka rënë atje të dera. Nuk është lënduar për kanë shkelur mbi të dhe dikush nga zjarfiksit e kanë nxjerrë prej atje. Të pranishmit në shesh theksuan se do të vazhdojnë të mblidhen dhe të rasin për përgjegjësi dhe drejtësi. Tu e përfundojmë këtë edicion lajmësh, ndërkaq për të rejat më të fundit klikoni në portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim.